Varezat e qytetit të Vlorës janë zhytur në një gjendje të rëndë neglizhence, duke ngritur shqetësime serioze për mungesën e respektit ndaj të ndjerëve dhe familjarëve të tyre. Ajo që duhet të ishte një hapësirë qetësie, reflektimi dhe dinjiteti, sot është kthyer në një zonë të lëmë bazdore, ku bari ka pushtuar gjithçka. Sipas dëshmive nga familjarët, bimësia ka arritur mbi 2 metra lartësi në disa zona, duke mbuluar plotësisht varret dhe duke bërë pothuajse të pamundur identifikimin e tyre. Rrugicat që çojnë drejt parcelave janë zhdukur në barin e dendur, duke kthyer çdo vizitë në një përpjekje të vështirë dhe shpeshherë të rrezikshme. Përtej vështirësive fizike, situata bëhet edhe më alarmante për shkak të frikës nga prania e gjarprinjve. Me rritjen e temperaturave, këta zvaranik bëhen më aktiv dhe sipas vetë qytetarëve, shpesh shihen në territorin e varezave. Kjo i ekspozon vizitorët ndaj një rreziku real për shëndetin dhe sigurinë e tyre, duke bërë të papranueshme gjendjen aktuale. Në qendër të kritikave është ndërmarrja e shërbimeve publike, e cila ka për detyrë mirëmbajtjen e këtyre hapësirave. Mungesa ndërhyrjes është e dukshme dhe vazhdueshme. Nuk bëhet fjalë për një problem të përkohshëm, por për një neglizhencë të akumuluar, e cila ka sjellë këtë degradim të thellë. Kjo situatë ngre pikpyetje mbi funksionimin e shërbimeve publike në qytet dhe përgjegjësinë institucionale ndaj hapësirave që mbartin një rëndësi të veçantë sociale. Varezat nuk janë thjesht një territor fizik, ato janë pjesë e kujtesës së gjithkujt dhe kërkojnë kujdes të vazhdueshëm. Nëse institucionet përgjegjëse dhe konkretisht ndërmarrja e shërbimeve publike nuk reagojnë me urgjencë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e varezave, kjo jo vetëm që do të thellojë pakënaqësinë qytetare, por edhe do të dëmtojë më tej standardet minimale të shërbimit publik në Vlorë. Situata kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe një plan të qartë për mirëmbajtjen e vazhdueshme, për të rikthyer dinjitetin e munguar në një hapësirë që e meriton më shumë se çdo tjetër. Ndërsa ndërmarrja e shërbimeve publike duket një institucion që nuk dihet se çfarë pune bën, pasi në qytet prezenca e saj është inekzistente.